Buçim në bu CHI. Bu CHI. Po. Atë cili jeti more burë, po nuk po të gjeja dot asnjë lloj këngë që të ishte cila jeti më grua, domethënë. Nuk e di, a bëva ki jugorë të njohin të gjitha ose nuk duan të njohin fare, domethënë. S'duam me një gratë më kot. Kot, janë si thon, janë maskilista? Seksista. Janë të urryeshëm si njerëz. Anisa, përshëndetje, si je? Përshëndetje, mirë. Shumë faleminderit për ftesën e dytë. Po kjo është e dyta është, le të themi, nga përmbajtja, mbase për qefin ton, po është më saktë kështu, sepse do kem kohë tash që të kuptoj një çik të gjitha ato hype-in rreth, e di si më shkruaj një koment. Sankt Anisa Kushta. Në gjermanisht përkthehet shën Anisa Kushta. Jo kaq jo. Të pëlqejnë njerëzit tani, çfarë të bëj unë, se kam më fajin. Jo më pëlqejnë mirë, shumë mirë bëjnë. Çfarë bën ti këtyre? Po tha gusto, po që jo deri jashtë shën Anisa. Unë s'bëj që edhe unë çuditem ndonjëherë, po aj thjesht e shijoj tani, nuk pyes më. Shiko, normalisht që e shijon, edhe nuk ka nevojë të jesh modest, edhe mund ta shijosh edhe pak më shumë, domethënë se gjithë ata njerëz që kënaqen nga gjithë kontenti, domethënë dhe nga shumë mirë, po gjëja besoj unë është kryesor. Ja, okay, tani po e lë modestin atëherë me që e the edhe ti. Njerëzit kanë nevojë besoj unë për vërtetësi dhe ndoshta këtë kanë gjetur kryesorën përveç gjërave të tjera pastaj. Po besoj që kjo është ndër gjërat kryesore që në profilin tim. Tani po që ndonjëri kundër ta shkruaj këtu, që ta heqim fare nga profili. Ta shkruaj shumë të guxoj, ti bëjmë blog direkt, sa ta shkruaj. Direkt. Dërgojmë patronazhistat. Po si ka filluar e gjitha? Po shiko, kjo është pyetja më e sikletshme që kur ma bëjnë unë s'dia si të përgjigjem tamam. Ka filluar në fillim unë kam qenë aktive në Facebook, normalisht, Facebooku ishte i pari. Edhe asgjë dhe atje duke bërë këto statusa që quhen atje. Edhe njerëzit duke i pëlqyer, duke thënë shiko se ke humor fin, kultivoje, vëje. Pastaj me Instagramin mori hov shumë të madh. Po të më përmend normalisht gjatë pandemisë, po edhe më përpara në fakt. Kur e hapa Instagramin avash mori hov shumë të madh, sepse Instagrami ka këtë që është e plas një gjë aty, një foto edhe merr gjithë vëmendjen e mundshme. Po nuk është se kam bërë strategji, flasim shumë Big Brother ishte, siç flasin këta. Nuk ka qenë një profil i ndërtuar me ndonjë strategji. Asgjë, thjesht më vjen një batut, më vjen diçka ndërmend dhe kam postuar, është pëlqyer kaq. Domethënë, s'di them në një gjë kështu shumë. Kështu pyetje si tek ajo 55 ditës, çfarë të frymëzon ty për të gjitha këto poste të vërteta? Kur më ftojnë në këto, okay, tani e kanë kuptuar që unë s'para vete në televizion edhe më ftojnë më pak, mirë e bëjnë. Edhe kur i kam pyetur që okay, ja po vi, po për çfarë do flasim? Po flasim për Instagramin tënd. Po okay, është as 2 minuta muhabet. Çfarë do flasim për Instagramin tim? Nuk e di çfarë them. Instagrami im flet vet. Se di, shumë mirë. Ajo është pyetja më e mirë. Shumë më vjen alla. Ç'o duhet ty? Nuk i tregohet zanati. Po mbaron emisioni aty pastaj aq. Mbaron emisioni aty pastaj edhe kot fillojnë dalin kështu kopje të lira, le të themi, cheap, kështu që nuk na duan, se ka mjaftueshëm rreth e qark edhe duhet content high. Ka nga gjitha rreth. Jo, rënd jam në kuptimin që nuk është se nuk e ndjek. Domethënë gjërat që ndjek janë komplet jashtë vullnetit tim, se mjafton ty në Instagram edhe dalin aty gjitha, jo thjesht ata që komentojnë po dhe videot e gjitha. Po dua të rezervohem. Shiko, si formatu nuk është se jam kundër formatit në vetvete. Fundja është Trash TV, dihet çfarë është, dihet çfarë synon, me marr këtu njerëzit me i mbajt me llafin, me thashë e them, edhe më thënë
këto gjëra kanë qenë gjithmonë. Puna është, okay, këtu te neve vinë gjithmonë shumë më vonë, edhe kur kanë dalë nga moda, si format është okay, problemi im me këtë formatin VIP, po e quajmë VIP, po që s'ka VIP-a, është fakti që unë në tipe kam pesdi që ai më artistin i cilës do fush, nëse është këngëtar, aktor, unë dua ta kem vetëm aq, nuk kam fare nevojë të më zhvishet nga kjo pjesa e profesionit që ka të më visi njëri, realisht nuk dua t'i njoh si njerëz, nuk e di pse se kam fare këtë kuriozitetin dhe më mirë se me qa shohim si njerëz janë. Është një çik perverse kjo gjë se njerëzit duan të shohin edhe në jetën e tjetrit, po që normalisht edhe unë një pjesë më të madhe, 99% as nuk kam interes ti di se kush janë edhe çfarë bëjnë, domethënë, por ka edhe një efekt pasiv pozitiv kjo që gjithë ato idhujt e këtyre që i ndjekin me kaq domethënë durim edhe me vëmendje, shikojnë pastaj që në fakt plako janë thjesht njerëz dhe kanë 101 gjëra të tjera që me kriju idhuj në të territorin shqiptar kështu të VIP-ave është si kështu. Se t'ishte në Big Brother ku do hynte Brad Pitt dhe këta me radhë, hajde. Robert De Niro dhe shqiptar. Kush është një variacion i VIP shqiptar të Asnjë. Nuk e thash Brad Pittin thjesht në kuptimin si mashkull, po dhe si aktor. Brad Pitt dhe Leonardo DiCaprio, ta janë realisht aktor kalibri. Në Shqipëri pastaj ku diun çike vështirë me gjë, duhet na formuar shumë. Kush më? Blerim Destani, Nik Xhelilaj. Po, Nik Xhelilaj, po, ndoshta po. E shef që po të mendohesh gjen, po ja. Kështu që i bie që ata Big Brother nuk mendojnë hiç, domethënë thjesht kapin çelin para Po shikoj, jo, ata kapin edhe ka njerëz më që janë ndoshta në rrjetet sociale kanë një hype më shumë. Kur unë nuk e di, më thon, ose ndonjëherë kam dhe mendimin që këta vën vet për shembull VIP-at, si unë s'jam VIP, po e zëm se u bëra në një ditë ti them a do më merrni dhe mua se jam në një fazë që du me rrit çik këtë pamën time se jam çik keq. Më duket në njerëz kur po është një çike çuditshme Anisa, se për shembull VIP-at e ke parasysh ajo kur po fillon të ky tani që është 3-4 edhe po bëhen aludime apo kush do vi ky do vi ai, domethënë edhe nuk vjen re që shumica e atyre duhet t'i bëja Google. Kush e di e burrë? Kush e di? Këta besojnë kategoria e këtyre që thon kanë nuk e di, ka një indicje në kokën e vet që janë VIP-a, apo thon ta bëjmë se jo të këngulin që t'jepmi tamam. Ta janë besoj që thon a do mftoshe mua. Kotja fus kotës se kam fare iden. Do të jemi në ignorancë. Big Brother Showbiz, ta kishë quajtur Big Brother Showbiz në një VIP nga këto gjërat e tjera për shembull nuk kemi. S'kemi ndonjë VIP tjetër kështu. Shiko, VIP shqiptar për shembull, po Nik Xhelilaj do ishte ose do ishte kalibri Inva Mulës, nëse ka VIP-a shqiptar, po mund të jenë shumë pak edhe s'do zgjaste do 6 muaj pastaj spektakli. Jo, unë do e pëlqeja në fakt. Madje do i jepja një shans nëse do të kthehesh ai Big Brotheri si ku dëgjojmë si Olsi me Noç që kanë qenë ato të para kur kemi qenë të vegjël. Po, me njerëz normal, kështu që është ky filani. Po, normal. Ai bën sens ai lloj formati Big Brother për mua. Pra ato do isha kurioze ndoshta. Dhe aty degenerohet pastaj se është reality show, është jetë e përditshme, tani gjithë po të na vësh kamerat 24 orë do kemi dhe ne sjellje nga të gjitha llojet, s'është problemi aty, po është më interesante kurse një ditë fare dhe kështu përfunduam duke folur për Big Brother. Kështu përfunduam duke folur për Big Brother. Problemi im me këtë domethënë nuk është problemi format, por problemi është balanca, domethënë se këta plerat në televizion që edhe ankohen për pjesën tjetër të plerave tutje për social media, domethënë ka filluar ai marrin vetë brenda tash se i pëlqen kliku, i pëlqen ajo gjenerimi i shpejtë të ardhurave. Domethënë, dhe problemi im me gjithë nuk është formati. Po. Jo, ajo çfarë kam vënë re, domethënë edhe nga viti në vit me formatin, po flas vetëm për formatin VIP që është bërë.
këtë vit nuk e di ka egzagjerime dhe po është lëshuar dora fare. Domethënë çfarë nuk po shihet, çfarë nuk po dëgjohet dhe nuk ka, po themi, marrje masash, ose do i dënoj me pushkatim, por nuk përjashtoj njeri, nuk e kanë lëshuar dorën fare, sepse me sa duket e shohin që komentet online këtë duan, domethënë të zhurmën e madhe. Është e bukur kjo sepse ata, domethënë pasdite kanë emisionet edhe nëpër lajme bëjmë duhet të ndërmarrim hapa kundra vlerës edhe sjelljes së keqe edhe le të themi kundër bullizimit, kundër dhunës, pikërisht pas orës 9 pastaj e thonë që po tani është rradha jon sepse ne jemi e bëmë më mirë se sa e bëni. Nuk quhet. Kemi dhe sponsora. Fix. Po ka mundësi që dhe mbas dite, programet e pas ditës diskutojnë që s'duhet bullizuar me këto videot e programit pastaj të darkës. Qarkullojnë vetë gjitha, domethënë i bëjnë vetë gjitha. Çapele që është unë jemi cirk nga fillimi në fund, domethënë është e çuditshme. Problemi vetëm që kam unë me këtë që nisa që parë është sepse nuk ka balans tregu, e ke parasysh. Se është okay të ketë programe të tilla, domethënë, po janë zhdukur fare ato të tjera. Unë mbaj mend kështu ato kuicet, ku isha i vogël, ria i gjeja me babin. Do thoshte Po, ato nuk e di pse si bëjnë më. Nuk e kuptoj pse. Kanë qenë po kuice, jo kutia, siç ka qenë një me kuti që bënin kështu. Po, kutia që bënin këndem, ja, spektakël. Po, shumë e bukur ajo. Faktën fiks mirë ke diçka një balans, po ndoshta nuk i shohin njerëzit, nuk e di. Se për shembull është tek Klani, është kjo X Factor. Edhe me talente, domethënë art, e gjitha me radhë, dhe nuk e di. Ndoshta ja fuskot, po s'më duket se është ky hype që është për Big Brother, nuk është sikur shihet. Se njerëzit thonë, okay, na jepni një. Po ti vësh re për shembull ta vendosin, nuk e kanë gjithmonë fajin njerëzit, sepse po ti vësh re marketingun dhe se ata dyndjen që i bëjnë me social media për Big Brother dhe për gjëra, domethënë, normalisht edhe këta vetë, po them për pjesën tjetër që bëjnë meme e gjërat e tjera, po ti shikosh vetë televizionet për shembull, kanë material kolosal vetëm për këto, i bëjnë hype-in vetë, e shtyjnë vetë jashtëzakonisht shumë. Domethënë normalisht. Ajo limonadësh, nuk do që të mendosh fare, thjesht shikon si po zien ata. Jo fare. Jo, që të mendosh nuk do, po nuk e di, jep një ngarkesë shumë negative. Domethënë unë jam përpjekur një dy herë të shoh që quajnë Prime-in, spektaklin kryesor që kanë bërë një hafta. Dhe realisht nuk mundem më shumë se gjysmë ore, ja një orë me të shtyrë, domethënë më japin një ndjesi shumë të keqe. Domethënë vetëm sherrru, lërima, s'merr vesh i pari, i dytin. Po kanë qenë njerëzit, pastaj që janë vetë pa thelb fare. Mbi ngarkesa e energjisë negative për shembull kërkon varësi sepse të jep një farë lloj vitaliteti, je kështu i agravuar, domethënë, edhe normalisht është më e bukur se sa mos kesh asnjë gjë dhe je bored, domethënë, që je që s'kemi çfarë bëjmë fare, u mërzitëm si rjetu, do ikim qivatëm, nuk rjetu. E ke parasysh që më mirë me qenë shumë bosh pastaj që ndoshta. Pa jesh fakt. Nëse problemi e dikush është që problemi është tifozllëku që bëhet, domethënë këto ndiqje të ndjekësh Big Brother me një tifozllëk të paparë që të ndikojë në humorin tënd, domethënë nëse ai preferuar jot që ke atje del keq në këtë Prime-in, ty të mërzitet, ja kështu duket që reagojnë shumica e njerëzve që e ndjekin. Domethënë bëhen tifoz sepse ta ndjekësh me një sy dhe kritikë është shumë okay, që thua okay, dalet shohim sjelljet e këtyre njerëzve të mbyllur 24 orë për kaq muaj, është interesante, po ta shohësh me tifozllëk është e rrezikshme pastaj. Tifozllëku është i rrezikshëm. Unë ndjek edhe futbollin dhe jemi çik tifoz, e ke parasysh, jemi çik e luajmë çik loto kështu, e ke parasysh. Ideja është se ne mësuar s'na ka dalë akoma e krimi komunist, domethënë, edhe duam se s'bën të kemi një individ, nuk kemi, domethënë, në koncept fare idealet, edhe le të themi një reformë apo një mendimsi, një vi mendime, jo. Ne duam njeriu, ne duam një që na shpëtojë, ne duam Mesian. Ne jemi si izraelitët e përpara Mojsiut. Duam një që të na shpëtojë. Po duam edhe ndonjë që ta godasin. E kemi edhe këtë fiksim, që duam dhe Po tash do shfrytet robi ti duhet tash. Se ke parasysh ato, as opsione ka robi, e kupton, o do shaj një në internet, o do shaj një nga televizori, o do rrai gruan, o do rrai kalamajt, o do pi, e ke parasysh. Ai çaj, me ato që na gjenden, po ashtu çfarë bëjmë?
Jo, kështu gjysmë të keqe më mirë nuk rrihet njeri, e ke parasysh të pak nxan. Dalin neto dalin mirë në fund, domethënë, pavarësisht se tek tu Bilancin fund e ndodhi vetë vrasje kështu nga depresioni, domethënë, po që hajt më, na del kështu me numra, me numra jemi një çik më mirë. Qeshim, bilanci del pozitiv. Po, mos me qafë këto gjëra varja tash çfarë do bëjmë. Me politikën si ke marrë dhënë. Thjesht do i komentojmë. Tani në çfarë kuptimi? Në të gjitha kuptimet. Unë me politikën mirë, po politika me mua si ka mirë. Po pse? Unë, do me thënë kështu që të përfshihem në mënyrë aktive, jo, as nuk jam përfshi ndonjëherë. Kuptimin që t'jem antarësuar apo t'jem tifoze, domethënë. Tifoze s'jam, nuk zgjedh mos jem për asgjë, por s'jam as me parimin, pastaj mos me u marr me politik. Kam pas qenë njerë, po s'dija çfarë flisja, fusja kot se s'ke si mos merresh me politik. Çdo gjë është politik. Nuk ka, ndoshta sa del nga jemi qenie politike, kështu që çdo gjë është politik. Absolutisht. Po puna është që politika është që ke rrezikshme pastaj, kur je në këtë pozicionin që ndoshta kam zgjedhur unë, as të desh më erdhi një llat, as llogarit fare politika aty, domethënë punë e madhe, por politika është me këta njerëzit që janë të zhytur në të, edhe po sikur të vinte për shembull një ofertë Anisa siç i erdhi Luizellit atëherë, domethënë që vajte Edi Rama dhe bëri atë. Po si thoshte njëri, hajde valla, t'jap kështu name your number. Name your number, hajde do bësh meme për filanin që të fitojmë zgjedhjet. Po që të fitojmë, e kam pasur një kështu, jo për me fitu zgjedhjet, po një gjë kështu me bë memet. Edhe jo, mos do e bëja. Jo, nuk e bëj dot. E kam, shikoj, ç'është e vërteta, unë ndaj kur më thon për këto bashkëpunime që kanë përfitim ekonomik pas, që ka ndonjë. Unë kam, do kur më thon krijo, bë diçka, e kam shumë vështirë unë të bëj. Do me thënë, unë dua të jem e lirë në atë, po i quaj kreativitetin tim, ndoshta po jap shumë nota kështu, po e mbush shumë veten te kjo pjesa se. Ndërsa kur më thon do e bësh këtë gjë, më fusin në një kornizë, korniza qoftë e temës ose këtyre fateve, aty bllokojnë fare, unë dhe unë bas. Kështu që nuk jam për këto. Normalisht ai është kreativiteti dhe interpretimi edhe ky improvizimi, domethënë se normalisht nëse ti e një kornizë do bësh me kreativitet. Po mirë, po me të drejtë kur dikush do të paguaj, ka drejt në vetë me të shiko se unë e du me këtë temë, ka pretendimet e veta, është normale se do japi para në fund ditës. Ndaj për mua është çika vështirë. Dhe kur më erdhi kjo ofertë atëherë, me thënë drejtën nuk e mbaj mend nga kushta mam. Kaca. Edhe i kam thënë direkt jo e para për këtë çështje, po e dyta duhej ideja kur hyn në këto memet politike është me i rënë keq këtyre. Jo se meritojnë politikanët ose domethënë ti je vulgar, sepse nuk e di, kshu fito kanë zgjedhjet duke bërë të tilla budalliqe, ku diun, në këtë nivel domethënë ka rënë politika, jo se nuk fitojnë me platformën më të mirë, po kush i bi më shumë tjetrit në mënyrë më vulgare, Më fal, po çfarë është platforma? Nuk platforma as nuk njihen, nuk ekzistojnë si gjëra. Është cirku, kush bën më shumë për qeshur, kush ja tha atij më keq. Domethënë kush e shau tjetrin më keq, domethënë. Është Big Brother. Big Brother dhe politika shqiptare bazohet. Fiks. Ndoshta politika kështu është gjithandej, po janë çik më të rafinuar, se di. Ne jemi se dhe në Amerikë ne e bëmë më mirë, e kemi spektaklin më të bukur, e kemi spektaklin. Do që ne u marrin gjithë. Nuk krahasohen fare. Po jo se dhe në Amerikë për shembull kur del një skandal, kur janë në fushata kështu, kur del një skandal, i gjumojnë, ku t'ja u gjejnë në një gjë që është qoftë nga e shkuara. Me këtë luhet shumicën e kohës në politikë. Nuk luhet më thuajsa skund me platforma. Po të paktën ata ndoshta i kanë, orë, dhe ku i thon na e thuaj një gjë nga platforma e thon ata. Kurse këtu te ne edhe po era rasti po i bëri 90 pyetje kanë çai thon pa rezultat.
Shqyr, falenderojmë që si pyet njëri për platforma, se që di, do viheshin jashtëzakonisht shumë në siklet, nuk e di. I qaj halli për Do djersini shumë. Do djersini, domethënë, unë se kuptoj pse bëu të pyetjen në këtë moment. Që për na vën sikletën, që janë këto. Që janë platforma. Do platforma. Riu urt aty. Duket sikur politika këtu bëhet kështu pa shumë një ëndër natën edhe hajde ta bëjmë ditën. Po, jemi njerëz të Ka spektaklit. një gjë qef, hajde ta bëjmë. Kemi qef ta argëtohemi, domethënë, duam ta mbyllim çika të veten në le të themi në një lloj reality show që ti bëjmë ato dhimbjet mos të ndihen ai shumë. Po, dakor, po, ku shkon te xhepi pastaj të gjithë, po pse kjo politika fiskale kështu, jo kjo kështu, jo kjo ashtu. Ja, më raf pika mua, sa nga ata që thonë do iki që vetëm nuk do rjetun, nuk e din fjalën politika fiskale. Kështu s'kemi lek, po. Nuk bëhet, nuk rihet, po që e këpesësh. Po, e thënë thjesht është kjo që po e të... Qa pele. Manisa, si ke pasur eksperiencën me ndjekësit, domethënë, ose me miqtë e mediave sociale, përgjithsisht pozitive, përgjithsisht negative? Përgjithsisht shumë pozitive, por vërej që me rritjen e ndjekësve fillojnë dhe këto si ti quaj hatersat, po quaj hatersat se s'po di çfarë emri ti vërëm. Domethënë njerëz që të shkruajnë kot gjëra negative nga hiçi, domethënë pa pikën e lidhjes, se quaj dot as xhelozi, nuk e di se xhelozia ose xhelozia thjesht smundje është në fakt, nuk është se duhet me u bazu diku me qenë xheloz për dikë. Përgjithsisht goxha pozitive, jo nuk kam në një kot me uanku kur i thon. Po më kuptoj se e ka vënë re që dy herë në për story për shembull i kthehesh njerëzve. I kthehesh njerëzve kur ngacmojnë kur dëgjojnë kur bëjnë pyetje personale etj. Po i them kur absolutisht po. Po, dhe pastaj trembes, duket ose e kuptojnë mësimin edhe është mirë kur ju bërtet njerëzve. E kuptojnë të shky kufi mos e cek. Çapele. Por gjëja interesante unë e kam me ndjekësit që janë personazhe publik. Aha. Më kupton? Njerëz nga ati quajnë vipa, ati bim shkurse, ndoshta ndaj u ka ngel vipa ose për tonë hajde bim shkurse kush rrit tash. Edhe teoria ime, besoj që ka nga ata që e pëlqejnë vërtet postimet e gjitha humorin që bëj, u besoj shumicës, por teoria ime ka qenë që ata bëjmë friend që mos na bi, domethënë, se unë e kam pas që e kam akoma që kur shoh diçka që nuk shkonte këta në mënyrë me ironi, me shaka u bie. Edhe kur më bënin kështu në fillim, sidomos e mendoja, pas ka bë follow tani bi që unë mos i bi më. Po pastaj kur bëjnë follow, sidomos kur e kanë private, domethënë pop futesh çik në botën e atyre dhe gjën pela të tjera, pastaj është rrihet, pastaj s'ke. Do e them tani edhe këtë, se tam kështu pa dorash ka pa gjëra. Pa censur jemi gjitha çfarë të vinë në mendje i jepi shpreh. Jo, se kisha ajo këtë emra s'do përmend, varja tani se realisht kam nerva me u zënë, se janë kokbosha komplet. Më ka qellu me një që ishte kështu flagrante gjëja, kam bërë një meme që emri nuk e kishte, absolutisht që ishte për filan personazh, por që e kuptoj realisht për kë ishte. Edhe më ka çu një mesazh që thotë pastaj e kam lexuar mëngjes se ma kishte çu natën, po si duket kur ja kanë më ndiqte. Më ndiqte dhe punë e madhe thash, unë e kam këtë meme do e bëj varja. Edhe domethënë mesazhi i saj pastaj unë isha njëri i vogël, më përmendte i gjë me diktaturën, tregu është i lirë ka vend për gjithë, sepse kam ishte bërë një hartim kot pa lidhje, që thjesht vërtetonte sa i vogël ishte ai personi tjetër jo unë, që domethënë këta s'din të marrin as me shaka, as të jenë sportiv në gjën ose ta kthejnë në favorin e tyre. Unë njeri të zgjuar quaj atë që nëse bën, më bie dikush qoftë me ironi, me humor, e marr, e trajtoj me humor, gjithashtu me sportivitet, edhe tërthorazi të bi ty që më re, kupton?
Po nuk janë shumë shablonist, domethënë janë kështu nga ata që duan vetëm t'i lavdërosh. Dhe pak gjuna tash se ke parasysh se kanë as kapacitetin, mos i bim qaf kështu se. Haj që kanë, aq bëjnë. Ç'a. Edhe po mbaj dhe unë kam thënë le fare, tamam, e kështu që edhe unë barja kam thënë merresh me ta. Presim ne nga populli, kupton ti? Kupton, populli është gjë abstrakte. Për çfarë ndodhi mua ka bërë ca video të shkurtra kështu tash me ca le të themi denoncime kështu për mungesën e sigurisë në punë, domethënë se na iku zari me ata që filluan të bien nga skela dhe dëmtohen për punë, thash okay, bëjmë ca gjëra të vogla kështu, ose ti marr një farë lloj vreri në TikTok. Unë thosh ai ka kuptuar grisura një po pse me çka kuptues do vlerë, do blej kuptues 3 ai. O plako do blej kuptues kantieri më plak, nuk do blej kuptues 3, unë po them të vej me Gucci në punë. Do i gozha në këmbë, po filani, ke një muaj pa punë pastaj. Po nuk e dina, nuk e njohin shqiptarët këto kushtet e punës, tekniket, këto të drejtat që kanë, nuk i din, realisht nuk i din. Me kodin e punës nuk e njohin fare njerë, vetëm kur ju bie halli pastaj, kam pas raste që më kanë shkruajtur në inbox, kam pas një hall me çështje kod pune, dhe më na thuaj çik si a kemi të drejtë, si ta trajtojmë, ku ta ankohemi, është skandaloze do thoja unë, se ti kur hyn në një punë me kontratë, po dhe pa kontratë hyn në një punë. Gjëja e parë është me konsultuar të kodin e punës, se ti në kontratë ke, sidomos ke çfarë detyrohesh atij punëdhënësit, po kodi i punës ka shumicën e të drejtave që ke, domethënë nuk je kafsh atje, nuk je as sklav. Se ne themi trajtojmë punëdhënësin se sklever, po ka shumë që e pranojnë të lloj trajtimi. Domethënë që kur hyn i thonë dhe mendjes tyre që ne jemi sklavi këtu, hajde të nënshtrohemi edhe nuk din asgjë ça. Ja ti miçi po e bën, miçi ka punë, të haj bukë, të paktën po merr lekë të mbaj familjen me bukë. Ke parasysh është një lloj shpiksire e dytë. Ne më kanë kërcënuar një ca kështu, do të vim ku rriti, se kisha nxjerr atë rrugën që ishte bërë e Rion Velia, domethënë kisha thënë ata që kishin dalë foto ja këta sufllaqe xhin, domethënë se ata që i kanë marrë me zor. Domethënë po ai është njeriu im, ku e di ti që ata janë sufllaqe, nuk kanë ngel për sufllaqe, tash o zemra. Po flisja për rrugën plak, nuk ka rëndësi, ata janë dytësor. Ti nuk ke rëndësi, as ti as ata. Do të thonë vjen keq që do të bësh Big Brotherist, domethënë, po që s'është për ty plak, nuk është për ty. Po flisim për konstruksionin e rrugës. Ajo ishte thjesht një batutë në anën e asaj, domethënë. Po që thjesht njerëzit i duken kanë këtë spotlight që i duket sigurisht çdo gjë për ta. E ke parasysh edhe pse u përmend në 0.3 sekonda. Po. Në këto rrjetet sociale kështu janë bërë tani, sidomos unë TikTokun e kam heq në fakt se kam fare as si aplikacion. Nuk e di. Komplet pa filtra fare, nuk më ka tërheq asnjëherë. Edhe më duket çik atje si është çik si foleja e këtyre kërkojnë ndjes gjithë zgjuarve që janë atje, po si foleja e ignorantëve, domethënë komentuesit komplet pa lidhje, hynë në çdo lloj postimi, as mos nuk e dëgjojnë fare, nuk e shohin fare, vetëm komentojnë domethënë. Ka një kontingjent që vetëm komenton kot, domethënë, as nuk e shohin ç'a është për të komentuar. Dhe ndoshta do hapur një si profesion komentuesit kot. Po, është thjesht profesion vullnetar, nuk paguar asnjë gjë. Ne ke parasysh ishte çapele. Kisha bërë një video të shkurtër me inxhinier Asmir Dulevici, po flisnim për sigurinë në punë e tjerë. Domethënë ai po thoshte që na duhet një institucion, domethënë që të licencojë, që të bëj kontrollin që orë zotëria, ditë të lidhesh fjet apo do na shkrumbosh shtëpinë, domethënë. E ke parasysh? Edhe Robi kishte shkruar, jo po ky është kundër asaj, është projekti që e bërë është kundër asaj dhe është kontradiktor. Ai në atë video, edhe në atë video një minutë që kisha prerë unë, domethënë thoshte fikse na duhet një institucion. Tash o plak po ti lexoj herë për të. Ose dëgjoj herë. Jo. Pra, po këta janë ata që hynë thjesht me komentu të kundër, domethënë duan thjesht janë kundër. Pa logjik, pa arsyetim, thjesht janë kundër. Plasin dhe ta llafe. Po, u bëre ti tjerë, kështu me këtë sigurinë në punë ka qenë perë. Po, familja, fisi, fusin gjithë, kështu se jemi. Është tuf me budallë, domethënë që unë nuk e di, kështu thënë njëri, edhe unë jetoj në Austri për 13 vitesh, edhe unë nuk i vesh këpuzët se më dirësisin këmbët, nuk ka asnjë lloj gjëje të keqe, duhet të bësh kujdes. I thash o plak ti për veç nga puna plak, çaj më thon. Nuk e di.
Kujdes se zëmyk këmba pastaj e mirë ka Ja Perla. nga Po djersa. sa që komentojnë kështu që kanë foto profili. Po, e di ke vënë re që këtë gjën kanë këtë tendencën me thënë që shiko se unë jetoj jashtë prej kaq vitesh, sa thua ti se kjo jetesa jashtë prej kaq vitesh, domethënë gomarje prap, nëse s'ke pas mend me mësu gjëra, me të integrohesh e të bëhesh tamam, si më thënë, jashtec në kokë. E përdorin si kartë vizitë, un kam 10 vjet këtu. Kujt i thua ti që jeton akoma në Shqipëri, ti mendje e ngushtë. Bëre ti po jeton ti në Shqipëri, ça je avokat në Shqipëri, ti ekonomist në Shqipëri. Sa kanë dhënë drejtimi kanë bërë këtu, kanë pastruar. 10 vjet në Itali. Ta dish ti që kemi parë një janë perla fare, domethënë janë ca ro për shembull, kështu që se këta më duken njerëzit që mua më vjen gjuna, domethënë nuk dua të shaj fare. E ke parasysh, po janë ca njerëz që janë në foto profili me kalamajt edhe me gruan. Edhe fillojnë shajnë nga ropë të shtëpisë, kalamajt të vdekmit e gjithë të tjerë. Dhe më vjen ndonjëherë qa të bëjës ma bën zemra, domethënë, po ti do ta marrësh atë foto me profilin, domethënë, ta zbërthesh një me një kështu, po që se bën dot. Po, ka që ua bëjnë dhe mirë ua bëjnë nga një anë. Ja asun se bëj dot këtë denigrimin kështu me foto ose me emër, këtë e kam çik bezi. Po, ka ca që e bëjnë, ndoshta mirë ua bëjnë, ma shumë zënë mend ata. Dhe plumbi me plumb delë. Pa, nuk e di nëse duhet u jap shëndësi këtyre njerëzve ose jo, nuk e di. Nuk e bëj për shefin ton, të themi eksperiencë, po ata mundi nuk duhen nxeruar fare. E duhen nxeruar sepse nuk ka raste që prej këtyre pastaj kanë vajtur njerëz dhe janë vetë vrarë. Kështu që kjo puna e rrjeteve sociale në fakt është shqetësuese. Se unë e ti jemi të rritur, mjaftueshëm edhe hajde dhe po, ose, si me thënë, inteligjent, mjaftueshëm, jo pa ofendu askënd, ose fort emocionalisht mjaftueshëm, po nuk jemi gjithë një lloj. Është që Unë mendoj se do të ketë një farë shoqare sensibilizuese se social media në vetë domethënë si gjë nuk është se është shumë e keqe. E ke parasysh se për këto që janë bullizim online domethënë. Jo. Po dhe TikToku që po e shajnë, që unë e shaj për herë domethënë është shiko, çdo rrjet social, çdo gjë nëse e përdor për qëllime të mira ose qëllime që s'kan prapavi negative për askënd, të përdorura mirë janë shumë okay. Problemi është që njerëzit abuzojnë pastaj. Është një hapësirë e lirë dhe o burra tani, hajde, se lirinë e keq kuptojmë gjithë. Liri është ne s'dim. Jo, ne nuk e dim. Liria thjesht është gjyqja ime rreth parë, por pastaj është e vështirë për ta gjetur njerëzit se çfarë është. Ne barazojmë që jemi të lirë me abuzu, jemi të lirë i bëjmë keq tjetrit në emër të lirisë. Shumë gjëra gjyqës tënde kështu. Lë ma gjyqën ratë, se ka dhe veta. Po janë pela ose janë këto, janë ca edhe në Twitter për shembull, kanë vënë për shembull që futen njerëzit me bum një profili, një X ku dëgjojmë që është edhe figurë publike etj, domethënë vetëm me shajnë kod pa lidhje, i bë blok, edhe pastaj i bëjnë screenshot që i kanë bërë blok. Ku është liria e fjalës? Është nuk e di. Më bëri blok. Ai bloku mirë që ekziston. Jo, ai bloku mirë vërtet që ekziston për zotin, sepse për shembull unë i them të gjithëve njerëzve, unë se kam problem fare. Via ime, domethënë kam përmendur edhe herë të tjera, është po do të merresh me mua plak po merru gjithë ditën me mua, nuk kam problem fare. Do të thësh via kalon tek njerëzit e tjerë, pastaj familja etj, aty hiqet via për çdo lloj gjëje. Por të gjithë njerëzit që i them që e kanë mundsinë, që kanë bullizuesa pasive ose pak, domethënë ose kështu, është kanë që shumë e thjesht plak, thjesht bëj blok, e kupton? Nuk e ti pse çfarë interesi ke? Po, unë se duhet të dëgjosh ti se si do të çaj ai aty. Ato ofendoj, a unë jeve keq. Bëj blok o plak. Po pra e ushqen. Pastaj edhe thon ja vazhdojnë, unë bëj blok. Domethënë lista ime blok është goxhaja e gjatë në Instagram. Goxhash, edhe thjesht nga një mesazh që më kanë çuar, as nuk e kam hapur si më thënë, e lexoj kështu nga jashtë, që është një stil edhe thjesht blok, hajt vazhdoj jetën, s'ka. Shiko të ndikojmë edhe nga këto, pastaj çupa. Pak jemi jo puna, jo halle të rrinë. Domethënë edhe ta pseudo intelektualët që dalin për ekrane për shkakun se herë që ndodh, për shkakun se ai rasti fatkeq e fundit ajo gruaja që kishte vrarë veten, pavarësisht se ishin edhe disa arsye të tjera. Dolën ka fispreda gjithë. Jo, duhet të bllokojmë TikTokun, po na merrim gjaf njerëzit, po na bëjmë kështu, do ta mbyllim.
Thot shteti të merr masa shtet, ti marrësh masa. Po kjo shpreha, po është dhe kjo shpreha që e përdor Besi, Bes Mbase, se Po. ti e ke shok e një. Ato e vram ne. Dale, u kam punë dhe. Do me dhe këto, ne si shoqëri, ne bëm këshu, ne bëm ashu, e marrim këshu e gjën, e bëjmë. Do me thënë, dhe kur ka faj vetëm dikush, jo, e kemi të gjithë, hajde, futemi të gjithë, edhe kur është për të dënuar, ose është, hajde ta dënojmë gjithë, t'i bim gjithë. Jemi kështu, nuk na pëlqen kështu individualizmi. Është ajo, unë mendoj që është më shumë pjesa që përmendet ti përpara, domethënë që thjesht janë kundër, se unë kam pasur disa prerje të shkurtra, domethënë me disa tema të tjera si për arsimin e tjerë dhe mungesën se si ne si qytetar nuk kërkojmë llogari, domethënë edhe etj. Dhe atje kur unë mendoj që kemi ne përgjegjësinë e shoqërisë, fillojmë të ndërmarrim diçka të ushtrë presion. Jo, çafa e ka musës më zona në shkollë. O plak, por jo ti pra, unë po them përgjegjësi. Kur është me bëjë gjithë mirë, jo, si të riqen gjithë, nuk janë... Jemi për të studiuar, për të studiuar mirë, do me thënë, jo këshu për titas. Këshu një kupol qelqi, do me thënë, në gjithë territorin, edhe të në mbasin në laborator studimit, do me thënë, që qa bëjt, si sillet. Ose trurit, i shkojnë trurit brënda, do me si funksionon, si... Po... Qiko, është ignorancë, do me thënë, vjen keq me thënë, po realisht ka shumë ignorancë në Shqipëri. Tani unë s'kam jetu gjikundi tjetër, drejt me thënë, përveç se kam vajt thjesht për vizit në përshtete, se dhe kjo kategorizimi, jo Shqipëria kështu, unë s'dua ta bëj, po flas për Shqipërinë ku jetoj, do me thënë, është një ignorancë që është për të vënë duart në kokë, po për të vënë duart më shumë në kokë është fakti që njerëzit zgjedhin të qëndrojnë në ignorancë, se sot ka mundësi pa fund edhe pa pagu fare, që të kesh informacion, të dish për gjërat, të formohesh, të kesh një formim për diçka, njerëzit zgjedhin dhe nuk e di nëse është nga dembelizmi, nuk e di nga çfarë vjen kjo zgjedhja për të ndenjur ignorant, nuk e di. Kjo më shqetëson dhe më acaron realisht, se mos dish është diçka. Ignorance is bliss. E ke parasysh që shumë i qetë njeriu ku nuk merret me gjëra, pavarësisht se në të vërtetë në realitet domethënë nuk është komplet e kundërta, se ti jeton me demonët e tu gjatë gjithë kohës, me demonët e shoqërisë nëse si je informuar dhe nuk punon me veten domethënë. Por në fillim ajo fasada e famshme që ne prapë kemi qef si shoqëri që thjesht dukemi, po jo të jemi, është duket sikur ti përmbush ato, domethënë, po thjesht ajo të shton një variabël tjetër në atë ekuacioni që ti duhet ta mbash ato gënjeshtër gjatë gjithë kohës, sepse ndryshe bie çdo lloj gjë. Se di. Nuk e di, po kjo besoj është, si me thënë, rënja e gjithave, se thonë rënja e të keqes është varfëria, okej, jam dakord, patjetër, po ignoranca është varfëria e mendjes edhe, okej, tu bëhen. Nuk e di, më shqetëson kjo gjëja shumë. Nuk e zgjidh dot, po të paktën mund të shqetësohem, e kam luksin të shqetësohem. Se përdorim fjalë televizive. Shoqëria jon ka nevojë për filan. Do ta bëjmë shoqërinë më të mirë. Me këto lëvizje të reja politike si janë, si të ka pëlqyer ndonjë gjë? Po për fat keq ndoshta nga eksperienca që ka qenë e keqe gjithmonë me lëvizjet e reja dhe jo nuk më ngjitin. Nuk duhet më ngjit se duhet më studiu se çfarë ofrojnë tamam, por që kështu me një pamje të jashtme, me një feeling, po them. Dhe është nuk është akuzë, po ndoshta është paragjykim, edhe është paragjykim, sepse nuk është se i njoh tamam çfarë duan me bë, çfarë platforme kam fiks fare, po nuk e dia e kam platformën. Se më duket sikur më shumë bazohen tek fakti që shikon, ne dim që ju njerëzit jeni lodhur me këta të vjetrit që kanë 30 e kusur vite dhe erdhëm ne të rinjt, po kjo nuk është platformë, nuk është duhet shumë më tepër se kaq që të më bësh paktën kurioze të dëgjoj ose ne akoma to që quhen
lëvizje të reja politike, që po i quaj, nuk e di, bazohen akoma te kjo. I mshojnë kaq shumë kësaj u lodhëm me të vjetrit, erdhëm me të rinjt, puna është e mentalitetit që mua më duket komplet i njëjti. Domethënë edhe aktorët e rinj në politikë, jo në moshë, po si domethënë si figura të reja, mua më duket që mentalitet jemi prap një lloj, aty të gjithë janë përfituar diçkan mos në momentin imediat, pak më vonë. Domethënë politika duket sikur thjesht për përfitim, edhe këto fasadat pastaj unë kam çik vështirë t'ju besoj. Mund ta kem gabim, shpresoj ta kem gabim. Është një model i vjetër ai Po dëgjon? le të themi, po të vësh re, sidomos në 20 vitet e fundit për shembull. Çfarë mbahet mend është platforma kryesore, nëse mund ta quash platformë, domethënë është që shiko sa i keq është ai tjetri. Domethënë, çfarë lloj gjë është të bëj unë, aq i keq sa ai nuk do jemi, kupton? Që sa i keq, sa gabime ka bërë ai, që sa i vjetër është ai, po ngelen aty, po ngelen po votën po të tjerë. Plak e dim, ata e dim, na thonë një gjë që s'e dim. Pikërisht, po kjo s'kan tjetër gjë që s'e dim, se pastaj do përfundoj kanë të njëjtin rrugtim do kenë si ai tjetri. Po e bisedoja me dikë sot që kemi arritur si shoqëri që thjesht mundohemi mos bie më poshtë, domethënë mos shkoj më keq, sepse për më mirë sikur s'ka më shans në asgjë, qoftë në punësim, domethënë kur kërkojnë, kam dëgjuar shumë që duan të ndrojnë punë, dhe thonë, ku të shkojmë, nuk ka diçka më mirë se kaq, sepse duam të ndryshojmë për më mirë, jo nga shiu mbreshër, po të jemi nga shiu në kohë me diell, se për shi rrim aty ku jemi. Dhe duket sikur në çdo fushë është kjo, sikur nuk po gjendet më mirë, nuk ka dhe gjithë përpjekja tani është paktën mos shkoj më keq. Domethënë edhe në politikë kjo ka arritur, është ndoshta nga politika vjen dhe pastaj gjithë për gjithë gjërat e tjera. Është pak e qëllimshme kjo. Kemi sa vite që zgjedhin njerëzit. Nëse ti gjatë gjithë kohës që shkojnë, po pra, këtë po them, nga politika provuar të mbietosh, domethënë të mos jesh më keq, edhe kjo është pik për pik mbietesë, domethënë normalisht çfarë lloj gjëje që të ndodhi, nëse ti akoma vazhdon të mbietosh, thoj, shqyr, të paktën nuk po ngelim pa buke dhe nuk po bëjmë të tjera, domethënë. Edhe normalisht mendoj se është si tip konspirimi. Jo, e kisha, po patjetër, po e kisha edhe në prismin e zgjedhjeve pastaj që duhet. Nëse do të ndryshosh punën, është bërë që e vështirë që të shkosh nga një punë ku je në një më të mirë akoma, që të ofron që nga ana financiare, po dhe nga ana e ambientit, nuk e di gjitha me radhë. Po e flisja me dikë sot edhe duket sikur është kështu, sikur jemi në një moment në Shqipëri që realisht nuk po ka diçka më mirë në çdo fushë. Dhe po përfundoj mos e të kënaqemi me ç'a është, dhe pastaj pretendimi i vetëm tjetë që okay, të paktën të mbajmë kaq sa është, se mos degradojmë, shkojmë një hap më pas. E kuptoj. Përgjithsisht pastaj kisha një pyetje specifike kështu si le të themi drejt fundit e tjerë. Ke një pjesë të madhe që të ndjekin për shembull normalisht janë të rinj edhe kanë i ndjen, domethënë do ti aktivisht pasivisht, domethënë i jep një farë lloj vetbesimi, domethënë si goca, si çuna të vegjël, gjimnastika apo ku dëgjon çfarë mund të jenë, ose edhe pak më të mëdhenj, edhe normalisht ndjen komfort në kjo gjë, por siç gjithë secili ka probleme me veta, ata kanë probleme të tyre, domethënë që nuk e din fare se çfarë do bëhet me ta, nuk kanë asnjë lloj, le të themi, drejtimi të mirë përcaktuar, nuk janë të pasigurt për të ardhmen, për punën e tjerë. A mendon domethënë se mund të themi ndonjë gjë? Themi ndonjë gjë, ne të provojmë të themi ndonjë gjë, mos themi që fare, e kuptosh, po me këshillu po thua ti. Se tani normalisht nuk po themi që ne do bëjmë mentorë tani të rregullojmë çdo individ të mundshëm, po që ndonjë gjë përciptase që mund të thuhet të robëve që të kenë parasysh. Po mund ta them diçka, po dhe duke parë unë nuk jam tipi që të demonizoj brezat e rinj ose vetëm t'i shaj siç ndodh, domethënë ne kemi ngrën kurriz nga ata që kanë qenë më të mëdhenj se neve, secili brez mburret që është më i mirë se ai pasardhësi. Është çik kështu kjo, si gar. Por realisht ajo çfarë shihet sot është që duke filluar nga adoleshentët dhe duke përfunduar tek të rinjt që përfundojnë studimet dhe pastaj shkojnë në punë, ka një e shoh, po flas për rastet konkrete dhe po guxoj ta përgjithsoj, por edhe me çka kam dëgjuar, ka një tendencë për të fituar gjërat shumë lehtë
në një kohë shumë të shkurtër, duke mos pranuar çik të sakrificën, kur them sakrificë është edhe kjo, do hysh në një punë kur sapo ke përfunduar studimet, bravo të qoftë që pretendon të hysh në punën më të mirë që në fillim, edhe me rrogën më të lartë dhe me shumë pak mundim dhe bravo të qoftë nëse arrin, por unë mendoj që për të ecur duhet edhe një lloj sakrifice, të punosh me orë të gjata pak, të dëgjosh ata që janë më të rritur se ty që të mësojnë profesionin dhe jo, sepse ka një tendencë që sikur shkthyer çik kjo rrota tani dhe na thon neve të tjerëve që jemi pak më të mëdhenj sa budallëj jeni ju që punoni kaq shumë. Tani punosh, unë jam me parimin të punosh për të jetuar dhe jo të jetosh për të punuar dhe këtu jam shumë dakord. Por kanë një tendencë për të qenë shumë më rehat edhe për të përfituar shumë. Kjo vjen ndoshta edhe nga kjo moda që ka dalë TikToku-t, rrjeteve sociale me këto marketingun që bëhet, që unë bëj një video, e postoj aty ras një reels dhe fitoj merr shumë edhe kam jetën siguruar jo xhanëm, po që eci nga muaj me këtë përfitim, është ky modeli dhe nuk ju vë faj, por nuk ju vë faj moshës së adoleshentëve dhe se pastaj kur del në jetë, unë besoj që se kush, domethënë duhet i ketë dy parë mend kuptoj që nuk është kështu që funksionon. Funksionon duke punuar edhe duke shtruar kurrizin mirë për të mësuar profesionin, shkolla të jep disa pika orientimi, po të paktën unë kam mbaruar ekonomike dhe kam mësuar profesionin kur kam hyrë në punë, për mos më thënë që tani po më kujtohen çka kam mësuar në shkollë. Vetëm kështu mund të mësoj dhe me pak sakrificë, duke pranuar ndoshta në fillim të paguhesh pak më pak dhe avash, domethënë gjërat e mira arrihen avash. Çfarë arrihet shpejt do iki po ashtu shumë shpejt. Domethënë e djegin veten kot. Edhe unë do doja që të kishin pak më shumë ëndra, po jo ëndra për të bërë të pasur. Më duket sikur të rinjt sot kanë vetëm një ëndër, po ti pyesësh gjithë të bëhemi pasur, edhe të kem mira materiale, edhe kaq. Duket sikur jeta është vetëm kaq, shumë para, shumë të mira materiale dhe ja kemi hedhur. Nuk kujdesen fare për mendjen, për shpirtin ta ushqejnë, me art, me lexim, nuk e di me çfarë, ka mundësi plot. Është një rini, unë e shoh çik shumë materialiste dhe jo dembele, por Dembele është, Dembele. Okej, dhe them Dembele. Mua më duken pak Dembele. Unë mundohem gjatë gjithmonë të qëndroj larg faktit ose larg shprehjes, domethënë që e ka faj shteti apo kështu se e ka vdekje, nuk e dëgjoj dot, domethënë, por më ha mendja në një farë lloj sistemi ku njerëzit që kanë me vuajtje, domethënë me sakrifica kanë arritur punën, nuk janë shpërblyer dhe këta i shohin domethënë që shife ja ky budallaj mësoi tërkohën, punoi gjithë jetën, domethënë pse të bëj unë të jetën me kaq shumë mundime, domethënë, edhe pse mos të dëgjon, vetëm në Londër, vëllai, ke parasysh bën punë, të mbarojmë puna atje shpejt, të hapim jetë another coffee place, te ke parasysh të bëj 7 nga 6 që ishin, aty te ke njëjti cep, e ke parasysh. Normalisht e vërteta nuk është ashtu, sepse normalisht ti nuk arrin dot kënaqësin vetjake asnjëherë, domethënë ta harosh se të jesh në nivelin që të jesh i kënaqur edhe të zëri gjuminata rehat, domethënë se di që i ke bër me krahat e tu dhe me djersën tënde. Po që prap, fillimi është më duket shumë e vështirë, unë kam edhe në fizik kushërinjë që mund të kemi shumë të vegjël, domethënë që mundohesh të shpjegosh, është e vështirë, nuk e arrin dot. Edhe kjo është e vërtet, realisht nuk u shpjegohesh dot. Duket sikur nuk kuptojnë, sikur flet një gjuhë komplet tjetër. Domethënë jo se s'duan, po duket realisht sikur ka ndodhur një prerje me fik, edhe as nuk e kuptojnë, nuk e konceptojnë dot këtë që u themi neve që se jeta është punosh, pastaj ndoshta, po duhet edhe t'i bien mirë në mend që shikoj, jo të gjithë do jenë njësoj, jo të gjithë do të kenë njëjtën jetë, jo të gjithë do jenë të pasur, jo të gjithë do të kenë punën e ëndrave, edhe pse mirë do ishte. Por njeriu me shpresa dhe me ëndra ecën, unë kam parimin që edhe pasi e arrin një ëndër të kesh një tjetër, sepse vetëm kështu jeton, domethënë me ëndra jeton njeriu, se pastaj nëse ti arrin çdo gjë, je bosh, je komplet, ku do shkosh? Jo, po kjo është ideja, nëse nuk formohet njeriu, nuk mund të them se të realisht shumë drejt aty, domethënë si e formulove përpara për të ushqyer pak shpirtin, domethënë çfarë lloj mënyre ta zgjedhin vetë, domethënë. Unë për shembull kam podcast dhe audiobooks, domethënë kjo është gjëja që bëj unë.
Po është e vërtet në lidhje me këtë pjesën e boshllëkut për domosdoshmërisht, domethënë edhe mërzi, sepse nëse ti nuk e ke ushqyer veten, normalisht nuk ke ide të reja, po s'pas ide të reja do e konsumosh ato lekët që ke bërë, ke parasysh do ikësh të bësh një rrugë tjetër, pastaj ti konsumosh prapë nga e para, sepse ti e kupton nuk ke ç'a jep, nuk ke marr informacion që ta përpunosh. Absolutisht. Sidomos që ne shqiptarët nuk kemi as ne nuk kemi as s'kemi këtë shoqëri që kemi trashëgimi nga breza, domethënë se ka jashtë që janë të pasur edhe ai s'ka ndoshta nevojë të punoj fare ai riu se nga katra gjyshi është trashëguar, nuk kemi ne. Dhe nuk pasuria ajo quhet, që e ke të trashëguar një perandori të tërë, biznese që janë me shekuj, ajo është pasuri. Nuk është pasuri se punoj babi diku ka një biznes tani ose punoj në shtet edhe i nxori të zillit e ullirit me korrupsion ose me këtë biznesin e i vuri parat. Ajo nuk është pasuri, ajo mbaron që nesër, se sidomos nëse e budalla, se s'ka ndonjë te këtu dhe koncepti i pasurisë është i gabuar pikërisht se s'kan informacion, nuk se di, shiko, e di çfarë është më e bukura. Nuk e di, te kështu Mos i bie më shumë rënd them, domethënë dua të them vetëm faktin që rrugëve të Evropës më madhe është domethënë se kur i thua për të bërë sakrificë edhe për të bërë, po jo plak s'bëhet tek ose të bëjmë një lek të shpejtë edhe pastaj më vonë ti arrim ato. Edhe kur ti je pastaj në anën e kundërt, ti jep një shembull që me punë ja ka arritur, domethënë dhe i ka vënë lek të pasur, thotë po kush e di çka ka bërë ai, kanë ai marifete ka pasur tani se nuk s'bëhet leku ashtu. Kush e di kë ka dashnore ajo, se me femrat është dhe kjo pastaj, se hajde me meshkujt. Se shiko, dhe fjalën sakrificë e konceptojnë sikur do pritesh me thik, domethënë do t'iki gjaku rrugëve sakrificë. Sakrifica është lodhje, do lodhesh çik. Kjo është, nuk është se do të vras njëri, do të shkoj fikat barkut edhe sakrifica e madhe. Ndoshta i tremb kjo fjala sakrificë, do të më jau zbuçi. Robi prioritetet, domethënë, unë jam shumë dakord këtë pjesën e sakrificën me amendjen jemi pothuajse në një njëjtën video, plak, thjesht do pish një kafe më pak, do mblidhesh një herë më pak me shokët, do vesh më pak në një bar, në një klub, do kursesh të lek të blesh ku dëgjoj një tablet që mund të duhet për universitet, e zëm kot, shembull idiot, do i blie pantallonat 50.000 lekë, do i blesh 40.000 lekë. Ke parasysh do investosh në gjëra të tjera deri në momentin që do vesh atje. E kupton, po tash tani gjithë Gucci Versace do veshim më plak. Dhe shijon më shumë kur vete kështu tek ai momenti. Nuk e di, shijon shumë më tepër. Unë dhe ato 2-3 gjëra që kam bler duke kursyer pak ose me rrogën time që jam munduar më kanë shiju të merr shumë. Dhe njeriu edhe për këtë jeton me shiu atë gjën, jo kështu se nuk e di jam bër. Prandaj je konsumator i keq ti dhe unë bashkë. TikToku do hequr. E kupton sepse tehemi atje do hequr TikTok. Po unë jam konsumator i keq fare, unë konsumoj kafe shumë pastaj të tjera të varja. Ti punon gjithë kohës, edhe kjo gjë të dhëm, edhe normalisht do mendohesh 2 ose 3 herë para se ta blesh të gjën. Edhe në fund kur e ble thoj shikoj se unë kam punuar për këtë edhe do e shijoj në maksimum edhe vërtet se të kujton është çdo gjë eksperjenca jote, trupi jot, mendja jote, domethënë është e lidhur me këtë, jo se ti ke punuar. Por nëse ti nuk ke pasur asnjë lloj sakrifice, e themi në thonjza prap tash, e ke parasysh edhe kjo gjë të erdhi shumë shpejt. Prap shpejt do të ikë kënaqësia dhe të duhet tjetra, dhe ti je konsumatori perfekt, se vazhdon domethënë do ta mbushësh. Mirë, 1, 2, 3. Absolutisht. E kupton? Okay, arrim në përfundimin që e gjitha është e qëllimshme. Domethënë jemi në këtë stad, nuk është asgjë rastësi në këtë botë. Asgjë, absolutisht asgjë. Dhe edhe me rinin është përfunduar në këtë stad, i gjithë loja rrjeteve sociale është absolutisht e qëllimshme. Kapitalizmi. Tamam, kapitalizmi. Më korbe. Po domethënë sikur mundohen çik më shumë, arrin dhe ta kuptojnë, të lexojnë sa më shumë, se e kanë kthyer këtë kur ju thua lexoni. Kush pa haj nga libra thaj. Kush pa haj. Bukur fort. Anisa, mund të falenderoj jashtëzakonisht shumë që more kohë në këtë të diel të bukur që po regjistrojmë, se është diel sa njerëz që po e dëgjoni këtë. Që po dëgjoni nga ato rrjetet free si YouTube etj. Kështu që bëni pjesë të Patreon Buçi Podcast, e kupton, se edhe unë i kam vënë syrin një C-klasi, domethënë, edhe dua që të ma blini ju. Kotesh. Edhe
Shpërndani me miqtë tuaj. Bëni like, subscribe këto, më thet Sasha Sikleta. Akoma si jam mësuar me të faktin këtë call to action që e kanë marketingu që duhet i thosh njerëzve bëj këtë bëj atë. Mos bëj fare plak çat duhesh. Ni tamam. Gjithsesi, Anisa, jashtëzakonisht shumë faleminderit edhe mirë dëgjofshim herën tjetër. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.